Për të verifikuar pretendimet dhe fjalët kërcënuese në raportin policor, Betimi për Drejtësi ka kontaktuar të gjitha palët e përfshira në rast. Fillimisht është bërë kërkesë zyrtare në Policinë e Kosovës, në të cilën është kërkuar intervista me të gjithë zyrtarët e përfshirë në këtë rast, por nga ky institucion është caktuar të flasë vetëm Idrez Atashi, komandant i stacionit policor në Pejë. Atashi thot se nuk ka qenë prezent kur ka ndodhur ky rast dhe pranon se sipas raporteve zyrtare, Sali Devolli ka penguar zyrtarët policor gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ajo që ka thuhet në raport është se personin fjalë edhe ka ofendu pasaj policë. Kështu që policë kanë udhëzuar që me vazhdu, mirë po ai prap ka ofendu policë edhe ka ardhur deri te arrestimi. Nuk ju ka dhënë dokumentat policëve, edhe ka përdorur disa fjalë ofenduese dhe pastaj edhe fjalë tjera të cilat janë në raport e dokumentuar. Policia janë detyruar me arrestu personin dhe kanë shoqëruar në stacion. Sali Devolli thot që jeton pak metra larg stacionit policor, ku ka ndodhur aksidenti, dhe sipas tij, ai ka njoftuar fillimisht për rastin në numër zyrtar të policisë, e pastaj, siç tha, ka telefonuar e pror të stacionit policor në Pejë. Unë kom qenë do më kondola për shpisë dhe shkoj me marrë nonën me që spital. Edhe momentin që ju marrë deri të hymja, do më tonë një 20 metra ma poshtë i shkonin ndeshjet. 2 vetura këshin po ndeshje. Edhe unë ndala dhe pyta ta shoh po tha ndeshjet e po mirë. A keni thirrë policin po? Prit një 10-20 minuta e thirrone, një herë, 2 herë, 3 herë policin me numër normal. Ta që po vim. Edhe fotografova i tash prapë tira një pror të në tash ka mundësi për se s'pumuj me e keret me kalus e kom urgjencën. Pas 1 orë 20 minuta erdhën 3 policë. Tash erdhën edhe 2-5 po. Edhe një keret policia keret civile i parkirat me alterne. Një dhe veturën që nuk është e liume me parkirat. Devolli pretendoi që në rastin e aksidentit, fajtori ishte një veturë e parkuar, që sipas tij i përket një zyrtari policor. Edhe ndërkohë i thash atij policës, zotin, tash këtë fajin ka që veturë e policisë që është private, që e lën çdo ditë, edhe kur kalojnë edhe kamionat e mëdha duna me prit 1 orë derisa vjen ai policia në kjerën pi rrugës. Tash a ki mundësi që polici më thonë mos e lën më kjerën se po na pengon. Po ju tash shkoni ta lemrën i rastin polici, po tash te kemi në formën. Moment që kemi në formën ti e polici. Ju ta nuk kontonë me lemu, tash po pse s'bën. Tash që po i ki, tash që jo që e krapova nga tina veturën, i tash që veturë du me lemu i, po këtë akshylëm, e kishu barëm gjobën, ose s'po të me i këshuja gjobën. Moment që shkun gjobën, a i kjerin mos e lena dojë veturën. Pretendimet e Devollit i mohon komandanti Atashi. Në bazë të informatave që na i kemi, po dhe ju vetë përmendet, do më thonë ai kur ka ndërhy, ka thënë që nuk janë ndërmarrë masat e duhura nga zyrtarët policor në atë rast të aksidentit. A keni informacion se kush ka qenë i përfshirë në atë aksident, a ka pas mundësi me qenë qoftë ndonjë zyrtar policor apo kush nga kolegët potencialisht të këtyre zyrtarëve policor, duke marrë parasysh se një person i thjesht le themi ka hedhë dyshime mbi punën e zyrtarëve policor. Jo, ne kemi të gjitha informacionet edhe për personat që kanë qenë përfshirë në aksident, edhe për veturat, dhe nuk ndërlidhet kjo me ato që pretendon personi. Përkundër vetëm ka ndërhyrë në punën e policisë. Burimet të Betimit për Drejtësi tregojnë se kjo veturë pick-up e parkuar afër stacionit policor dhe në vendin ku ka ndodhur aksidenti, për të cilën është pretenduar se është një zyrtari policor. Në regjistra zyrtar figuron në emër të gruas së rreshterit Armend Qorraj, i cili është zëvendësuesi i shefit të sektorit të operativës në Pejë, Prenk Tunës. Ai nuk pranoi të flasë lidhur me këtë çështje, teksa shtoi se për çfarë do informate të drejtohemi në zyrën për media. Betimi për Drejtësi ka dërguar pyetje, por deri në publikimin e këtij emisioni nuk ka pranuar përgjigje.